në shqiptarve. Si të shifni, shqiptarët bazuar në këtë raport kanë detyrimin madhor të ngrihen për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ju konstatoni që parlamenti dal nga zgjedhjet e 11 majit është parlamenti më armiqësor ndaj shqiptarëve në historinë 32 vjeçare. Është parlamenti që miratoi qeverinë dhe programin e saj për 28 minuta. Është parlamenti që shkelmon ligje dhe kushtetut për të mbyllë sesionin seancat pa diskutime. Është parlamenti në të cilin refuzohen interpelancat nga kryeministri, në të cilin refuzohen komisionet hetimore për kryeministrin. Është parlamenti që po firmos fundin e tij të turpshëm. Faktikisht vdekjen e tij. Riktheu një pak në komisionet parlamentare, se si drejtuesit e socialistë të këtyre komisioneve qëndronin para Troplinëve, para Altin Troplinit dhe të tjerëve, më falni për shprehjen, po sikur të ishin mbushur plot nga frika. Merrni shihni prap, se si për çdo fjalë kërkonin të përgjigjeshin vetë, mos i dinin ata se s'dinin përgjigjeshin. Jo, shihni sekuencat se flasin vetë ato, s'ka nevojë. Absolutisht. E them me dhimbje të madhe. E them me dhimbje të madhe. Ja po kështu, ja po ashtu, ja po e pat që nuk duan të lejojnë të pyetën. Shikoni çfarë, po sigurisht, sepse nga Peleshi e poshtë të gjithë kanë dosjet. Dhe parlamenti urdhon Troplini. Tani thonë, jo, deputet nuk du të bëjnë pyetje. Vetë. Po t'i bëjnë me shkrim, që në çdo parlament të botës deputeti ngrihet thotë zotëri, unë kam këtë pyetje. Dhe është i detyruar të jetë korrekt me personin që e pyet. Dhe në qoftë se s'është korrekt, paguon çmimin e saj. Ta thonë jo. Pse? Se ja u dikton Troplini. Ja u diktojnë ata. S'kisha pa ndonjëherë skenat atilla kur. Aja është për film, për Netflix, original. Pra, unë përshëndes dhe shpreh mirënjohje ndaj vëzhguesve. Unë mirë kuptoj. Vështirësitë e tyre për publikimin, ndaj dhe u vonuan raport, se u bën përpjekje të mëdha për ta çuar kalenda. Po jo, triumfoi e vërteta, arsyeja. Edi Rama donte me çdo kusht i raportit mos botohej. Por ja ku është raporti? E keni në web. Lexojini me durim. Ka çdo fjalë dhe çdo presje që kishte raporti i parë. Çdo presje. Çka është një bazë e fuqishme. Shpresë që shqiptarët të ecin drejt zgjedhjeve të lira. Le të bëjnë ç'të duan. Asgjë s'do ndalë përpjekjen tonë për rikthimin e votës lirë tek shqiptarët. Faleminderit.